presioni që ndjen, ose ajo që kupton më mirë, edhe sidomos kur je në debatet televizive, është që duken sikur gjërat janë të mbyllura mes dy forcave politike, ose mes dy liderëve të tyre, Sali Berisha e Edi Rama. Dhe kjo është një nga arsyet pse ne kemi vendosur që të dalim nga ai sistem i mbyllur për të garuar me listat hapura. Pra ne kemi mbyllur listën sipër dhe garojmë të gjithë me listat hapura. Nuk e bën të gjitha partitë e reja këtë, ose nuk e bën të gjithë flukset opozitar këtë. Janë 2 ose 3 që e kanë bërë. Sigurisht që kjo do shumë punë që të shkojë tek qytetari për që ata të ndërgjegjësohen që kanë mundësi që përmes këtyre listave, ku të gjithë garojnë në listë hapur, pra që nga ai që drejton grupimin dhe deri tek deputeti më i ri, garojnë të gjithë në listë hapur dhe janë të barabartë përpara qytetarit, që qytetari me votën e tij të shkojë dhe të zgjedhë një prej tyre për ta çuar në parlament. Nuk duan të parit të votojnë të dytin, nuk duan të dytin të votojnë të tretin. Është pra kjo barazia e votës? Ekziston ky shans sot në elektorat? Po unë mendoj që ekziston sepse janë të shumtë njerëzit, e thash edhe më parë, dhe më duhet ta përsëris për t'i treguar qytetarëve që projeksionet tregojnë që është një shumicë shqiptarësh që nuk e duan, nuk e shohin të ardhmen e tyre as me Ramën as me Berishën. Janë pronarët e një tranzicioni 34 vjeçar dhe unë besoj që shqiptarët e kanë kuptuar tashmë që në 11 maj është dita për të vendosur një rikonfigurim të skenës politike në Shqipëri, të qytetarëve, të përfaqësuesve të qytetarëve dhe këtë ta jep mundësinë vetëm lista e hapur. Për shembull, le të marrim rastin e Shkodrës. Le të marrë vota sa doj Senata në listë hapur. Është përcaktuar kush do shkojë në deputet. Sa do të marrë vota? Sa do të marrë vota? Është vërtet kjo gjë. Se më qenë se më referove. Jo, të referova që t'jeshe qartë. Unë e qartë jam. Sa do të marrin votat kur është e mbyllur lista lart, lista e hapur nuk ka asnjë vlerë për të çuar dikën në parlament. Pra ti voton Senatën, po parlament çon Jozefinën. Kështu që qytetarët duhet ta dinë këtë. Nëse tjetra, qytetarët votojnë Taulantën, në parlament çojnë Taulantën. Edhe Jozefina do shkoj, po edhe Senata do shkoj. Na thirr mbas datës 11 maj. Në Shkodër që dalësh deputeti nga lista. Në bazë të listës së hapur. Pra e njeh ti llogarinë e votave sistemin? Sistemin e listës së hapur, po, e njoh sigurisht. Sa vota të duhen në Shkodër? Më duhen, atëherë në bazë të renditjes, duhet që të kem më shumë vota se të gjithë të tjerë që janë në listë hapur. Sa është pra? Sa është kjo sasi votash? E ke bërë një llogarinë? Po, mund të jetë 7.000 vota për shembull, për të dalë direkt. 7.000 vota del? Me 7.000 vota? Del deputet? Po del deputet pse? Duke llogaritur po krahun tjetër kundërshtar? Po. Mendon që po. Nuk të bëhet pengesë? Jo, absolutisht. Nuk është se, domethënë tani me renditjen me ligjin e ri që ka dalë nga kodi zgjedhor është hequr hersi dhe në bazë edhe të votuesve, numrit të votuesve që votojnë, sigurisht bëhet renditja jo, po lista e mbyllur mos gaboj janë 4. Janë 4, lista mbyllur nuk votohet. Po pra janë 4, atëherë vetëm për duke marrë rezultatin e 2021-shit, do të thonë një i bie, 5 ka marrë Partia Demokratike. Ne në koalicion bashkë ka marrë 6 dhe për pak nuk ka marrë të 7-in. Kështu që ne pretendojmë tani që të marrim 7 deputet në Shkodër. Do të thonë nga ti po thuaj që nga 8 të merrni 7? 11 deputet kemi ne në Shkodër. 11 deputet kemi në Shkodër. Po, 11, më fal. Nga 11 do të merrni 8. 7 ose 8 deputet. 7 deputet. Po që janë 4 në listë mbyllur dhe 3 kanë një garë në listë kundërshtarit politik. Ajo thotë unë mund të mbledh 7.000 vota dhe nesër thotë jam deputeten komunale të Shqipërisë. Jo, di pse po them këtë, se ju keni marrë në primare, keni marrë 27 vota. Tani 27 vota në primare shumë pak. Se lista atje ishte shumë, që kishte edhe mbi 400 vota. Po. I dyti diçka ti 300 dhe pastaj je në renditje në fund. Tani si do arrish të fitosh? Patjetër. S'ke fituar brenda PD-s. S'kam fituar, nuk është se nuk kam fituar brenda PD-s. Unë e vendosa që do kandidoj shumë shpejt për pjesën e primarëve, sepse edhe primarët u organizuan një kohë pak më të shkurtër, edhe unë e vendosa në limitet e kësaj kohe, kështu që unë nuk është se kisha shumë mundësi që të realizoja një fushat gjërësisht tek të gjithë strukturat e Partisë Demokratike. Dhe unë kam dalur vetëm 2 ditë. Po pra, po pse vendosë kështu në momentet e fundit për të hyrë? Sepse e pash frymen e Partisë Demokratike, e pash se nga po shkonte fryma e Partisë Demokratike, që po i jepte zë dhe fuqi të rive, po i jepte zë dhe fuqi gruas dhe po sillte një ndryshim në shoqëri. Mendoj se tani... Beson ti vërtet që Sali Berisha është alternativë për shqiptarë? Besoj tek Partia Demokratike. O zemër,
Partia Demokratike sot është Sali Berisha. Dhe shumë gjunaf, që një gocë e re si ty. Që kur ke lindur ti, Sali Berisha ka qenë kandidat për kryeministër për herë të parë, dhe mbas 35 vitesh ti I thua shqiptarëve merreni prap kandidat për kryeministër. Nuk do fitoni, Morbir, nuk do fitoni. Se është gjunaf t'ja bësh ti shokëve të tu. Shokët e mi do më votojnë mua. Shokët e mi do më votojnë mua dhe do votojnë listën e Partisë Demokratike. Po ta them Morbirje makjazhi asaj partie, do t'ju duen që ta arishte mandati 56, do duen 50-60.000 vota. 50-60, unë e njoh Shkodrën zemër. Nuk e njeh Shkodrën. Shkodra është sken krimi që nga viti 2022 zemër, kur u shitën zgjedhjet dhe Shkodrën e morën në 2022 mbas Bahia për t'ja dhuruar Edi Ramës në 2023. Po, e kemi denoncuar të gjithën, e kemi bërë luftë sa të duash ti. Problemi është që ti me kartën e të rinjve nuk I vjen dot sot përballë shqiptarëve dhe ti thuash Sali Berisha është alternativë. Unë do të besoja ty, unë do të besoja se Senada është thjesht një makjazh, po s'dua ta bëj këtë bisedë me ty se më vjen keq ta bëj me ty.